Territori shqiptar për datën 23 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme dhe mot me diell në të gjithë vendin. Nuk parashikohen rreshje ndërsa vranësirat e lehta mund të shfaqen në zonat malore, por pasjell rreshje të vërejtshme. Temperatura minimale do të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët, 1 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 16 deri në 31 gradë Celsius. Kukës 15 deri në 29 gradë Celsius. Peshkopi 16 deri në 30 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 32 gradë Celsius. Durrës 17 deri në 31 gradë Celsius. Kavaj 17 deri në 31 gradë Celsius. Elbasan 16 deri në 32 gradë Celsius. Berat 17 deri në 32 gradë Celsius. Korç 15 deri në 29 gradë Celsius. Vlorë 18 deri në 31 gradë Celsius. Gjirokastër 17 deri në 32 gradë Celsius. Sarand 18 deri në 30 gradë Celsius. Kosovë